Përshëndetje kushtrim për ty dhe gjithë shikuesit e televizionit Dukazini. Kam përfunduar 2 takimet me krerët e shtetit të përfaqësuesit të posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, sepse i mësuar gjithmonë me Miroslav Lajçak, Peter Sorensen. Fillimisht Sorensen ka takuar kryeministrin në detyrë Albin Kurti prej orës 9 deri në orën 10, më pas nga ora 10 deri në orën 11 është takuar me presidenten Vjosa Osmani. Me çrast pas takimit me presidenten Vjosa Osmani ka pasur një deklarim të shkurt për media ku fillimisht ka uruar Kosovën për procesin zgjedhor dhe ka thënë që pret se sa më shpejt të konstituohet kuvendi dhe formohet qeveria e re në mënyrë që në 2026 të vazhdohet me çështjet e mbetura të dialogut, për cilat tha se ka shpresë që ky vit t'i çojë përpara pra dhe t'i zgjidh çështjet që nuk kanë mundur të zgjidhen vitin e kaluar në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. I pyetur nëse mund të ketë një takim të nivelit të lartë në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, respektivisht ndërmjet kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, marr parasysh edhe kushtin që Kosova ka vënë për ekstradimin në Kosovë të Milan Radojčić dhe terroristëve të tjerë që kryen sulmin terrorist paramilitar në Banjsk. Sorensen tha se mbetet të shihet se çka do të ndodh, por tha se detyra e Bashkimit Evropian është që të lehtësoj procesin e dialogut dhe të përpiqet që të sjellë në tavolinën e bisedimeve palët. Ai tha se në vizitën që ka pasur në Prishtinë dhe në Beograd, përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas vitin e kaluar ka marrë zotime se kur të vijë koha e dur, siç është pra koha e dur, do të ketë një takim të nivelit të lartë, pra fjala ishte për zotime që ka marrë nga liderët në Kosovë dhe në Serbi për një takim të nivelit të lartë që mund të ndodhë më vonë këtë vit mbase pas formimit të institucioneve. Pas vizitës në Kosovë, Sorensen do të vazhdoj me vizitë drejt Beogradit në përpjekjet e tij për të çuar përpara procesin e dialogut. Kujtojmë se zyrtarisht Sorensen është në pjesën e fundit të mandatit zyrtar, para se zyrtarisht të hyjë në mandatin e ri të vazhduar nga muaji mars edhe për një periudhë të re. Gjatë periudhës së kaluar ka pasur një numër relativisht të ulët të takimeve kryesisht në nivel kryenegociatorësh dhe një numër të ulët vizitash nga Sorensen këtu në Prishtinë dhe në Beograd, për faktin edhe se Kosova ka qenë pa qeveri, por edhe zhvillimet të cilat kanë qenë në Serbi me protestat kanë ndikuar në numrin e ulët të takimeve, por edhe zhvillimet e tjera, sikurse sulmi në Banjsk e më pas edhe ai në Varak të Zubin Potokut kanë vështirësuar procesin e dialogut me Kosovën, që kërkon që patjetër në mënyrë që të ketë takime të nivelit të lartë dhe avancim në procesin e dialogut, Serbia të dorëzoj kryeterroristin Milan Radojčić dhe të kërkuarit tjerë për këto sulme.